Ndërkohë, shkurtimisht duhet t'u njoftoj se zgjodhi pa firmat e opozicës avokatin e tij të popullit, duke marrë edhe atë grimc pushtet që kishte mbetur i ndarë. Unë e kam theksoj se firmosja e kandidaturës së Enri Shabanit ishte një gabim, akt i nxitur, i cili ndodhi në një periudhë kur u krijua një lloj koalicioni për kandidaturën e Bashkisë Tiranës. Megjithatë, nuk është ajo firmë që bëri të mundur zgjedhjen e Enri Shabanit. Se ajo firmë u tërhoq, po me firmë nga të gjitha ata që ishin vendosur firmat. Pra, njëra anë është një nxitim dhe gabim për cilin unë kam kërkuar dhe kërkoj prapë ndjes, por ana tjetër është zgjedhja nuk u bën nga firmat, se firmat u tërhoqen. Ndaj dhe cili do që beson se ai u zgjodh nga firmat e Partisë Demokratike, mashtron veten. Ai u zgjodh nga Edi Rama pa firmat e Partisë Demokratike, sepse ato firma u tërhoqen një për një, po me firmë nga ata që kishin firmosur. Natyrisht me këtë, Edi Rama tregoi se çdo lloj negociate, çdo lloj ideje për zgjedhje, reformën territoriale është iluzive dhe Partia Demokratike i përgjigjet atij në mënyrën më të merituar. Ne kemi vetëm një rrugë, protestën dhe vetëm protestën për largimin e tij nga pushteti. Faleminderit.